Është e rëndësishme që kur përgatisni brumë të baklavas, të gjitha produktet që do t'i përdorni kur ta përgatitni brumin duhet t'jenë në ambient dhome, asgjë nuk duhet që t'jetë direkt nga frigoriferi. Unë të gjitha produktet i kam lënë kështu për 1 orë që ta marrin nxehtësinë e ambientit dhomës. Fillimisht, në njëjën më të madhe shtojmë 2 vezë. Vazhdojmë te vezët që të shtojmë 1 gotë çaji me kos. Gota e çajit është 110 ml. Nëse nuk keni gota të çajit, do t'i matni gotat e ujit nga 1/2 gote. Shtojmë edhe 1 gotë çaji, njëjtën matësi me qumësht. Dhe tani i përzijem mirë që të sigurohemi njëherë që këto produkte që i kemi shtuar këtu te ina lidhen dhe të bëhen bashkë. Pasi sigurohemi që i kemi përzijer mirë, vazhdojmë të shtojmë përbërësit e tjerë. 1 gotë çaji, 110 ml me vaj. 1 lugë gjelle me uthull. Uthull 9% nga ajo e thjeshta për të cilës përgatitim sallata të ndryshme. Nëse nuk keni uthull të bardhë 9%, sepse në disa vende e di që nuk shitet nga kjo 9%, mund të përdorni lirisht edhe nga ato 5%. Nuk do ta ndjeni fare aromën e uthullës, uthulla shërben për t'i bërë petet më të holla dhe më të shkrifta. Përzijmë edhe një herë. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Bëni kujdes me miellin, miellin e shtoni pak nga pak dhe duke formuar një brumë mesatarisht të butë. Masat e miellit gjithmonë ndryshojnë dhe asnjëherë nuk janë fikse. Ndryshojnë nga lloji i miellit që po e përdorni, nga madhësia e vezës, ose ndoshta gota e juaj ka qenë pak më e madhe. Por parafërsisht dikon 600 deri në 700 gram miell do t'ju nevojiten për ta formuar brumin e kësaj baklavaje. Pasi që ta shtoni një pjesë të miellit, shtojmë pak kryp. Shtojmë edhe një pako pluhur për pjekje. 10 gram. Dhe vazhdojmë tani me dorë duke e ngjeshur dhe duke formuar një brumë të mirë, të lëmuar, një brumë baklavaje. Duhet që ta ngjeshim mirë, ta lëmojmë mirë dhe asnjëherë mos ta bëjmë shumë të fortë brumin e baklavës. Brumin e baklavas tani e kemi gati. E kam ngjeshur mirë, derisa është formuar kështu një brumë mesatarisht i butë. Duhet që ta ngjeshni mirë brumin e baklavas, sepse nga gjeshja brumi bëhet elastik. Pra ashtu duhet që t'jetë brumë i ngjeshur mirë, por jo shumë i fortë. Mua në total mu deshën 900 gram miell për ta formuar brumin e kësaj baklavaje. Tani lejojmë që brumi të pushojë. Sa më gjatë pushon, aq më mirë shlon dhe aq më lehtë e kemi për ta bërë pastaj baklavën. Por unë pas jam për ngut, do ta lë që të pushoj brumi vetëm për 30 minuta. Por nëse ju keni kohë më tepër, mund ta lejoni që të pushoj brumi deri në 2 orë. E baklavas, kur ta vendosni që të pushoj, gjithmonë do ta mbuloni me nylon foli, por do ta vendosni kështu direkt sipër brumit, që mos na vendos kurrë. Dhe tani, pas 30 minutave, vazhdojmë që ta punojmë baklavën. Brumi i baklavas është elastik, pra po e vrini edhe në video, unë e tërheq dhe nuk shkëputet. Kështu duhet t'ju bëhet brumi. Vazhdojmë brumin, ta ndajmë një herë në gjysë. Dhe tani nga secila gjysë ndajmë nga 3 kuleç. Në total duhet fitojmë 6 kuleç të barabarta. Dhe secilën pjesë të brumit e marrim në dorë kështu dhe e lëmojmë. Duart i kam me një sheste nga që shtrova te tepsia ku do t'i rendis tani kuleçt. Pasi përgatisim që të gjitha kuleçt në të njëjtën mënyrë dhe në tepsin ku i kam shtruar poshtë një sheste. Përsëri i mbulojmë me nylon foli dhe lejojmë që brumi të pushojë edhe për 10 minuta tjera.
E tani vazhdojmë me hapjen e brumit të baklavës. Siguroheni që ta mbani mend se cili ka qenë kulaçi i parë dhe po e vrini që ka lshuar brumi mjaftueshëm, është i mirë për ta punuar. E shtrojmë tavolinën e punës. Marrim mjaftueshëm një shiste afër vetes, sepse baklavaja don një shiste. Shtrojmë një shiste edhe poshtë tavolinës së punës, gjithashtu shtrojmë një shiste edhe sipër pitës së baklavës. Vazhdojmë tani që ta qilim njëherë dhe ta bëjmë një petë të madhe. Dhe ashtu si që thash në fillim, këtë lloj baklavaje nuk e hapim një nga një, por e palosim. Dhe është receta ideale për të gjitha ata që nuk kanë provuar asnjëherë të bëjnë baklava, por edhe për ata që dinë të hapin petat e baklavas, sepse rezultati final del me të vërtetë i njëjtë me atë baklava cilën e hapim një nga një. Vazhdojmë e qilim edhe pak njëherë. Vazhdojmë tani që ta prejmë brumin. Vazhdojmë njëherë pjesët e mesit të ndajmë në këtë mënyrë. Tani kthehemi, i prejmë edhe pjesët anësore, duke formuar kështu një petë të tillë. Tani i rendisim duke i tërhekur për brenda. Por në secilën pjesë shtojmë një shiste, që mos na ngjitet petat dhe pastaj kur të pjekjen, të hapen dhe të qilen të gjitha petat e baklavas njëjtë. Mos harroni të shtoni një shiste në secilën petë. Dhe në këtë mënyrë, duke mos i hapur petat një nga një, ne formuam një petë më të madhe të palosur të bërë në këtë mënyrë. Marrim tani të gjitha petat që i kemi përgatitur që të 6 kulaçet e baklavas, i hapim dhe i rendisim në të njëjtën mënyrë siç bëm me kulaçin e parë. Por ju lutem që t'i mbani mend se cilin kulaç e keni të parin, që të vazhdoni pastaj me hapjen dhe ta merrni të parën pa atë kulaç. Vazhdojmë tani kulaçin tjetër, ta hapim njëjtë siç bëm edhe me kulaçin e parë. Si kemi hapur që të gjitha 6 kulaçet në të njëjtën mënyrë, përsëri lejojmë që të pushojnë edhe 10 minuta tjera. Ndërkohë që pushojnë kulaçet, ne vazhdojmë që ta përgatisim gjalpin edhe arat.
Kur përgatisni baklava, ju lutem mos e bëni me vaj, sepse nuk ju del fare e mirë dhe nuk merr aromë të mirë. Unë zakonisht preferoj që baklavan ta bëj me gjalp. Përdor gjalp bio dhe kur nuk kam gjalp bio, kjo është lloji i gjalpit me të cilin e zëvendësoj. Pra këto janë gjalp të cilat shiten të gatshme, pa kryp, pra butter, jo margarin, butter. Një prej këtyre është 200 gram dhe për këtë baklava do të kemi nevojë për 500 gram gjalp. Vazhdojmë tani gjalpin, e shtojmë në një tenxhere dhe vazhdojmë që ta shkrijmë në zjarr të ulët. Nuk duhet që të na digjet gjalpi, por thjesht na shkrihet. Edhe një gjys 100 gram dhe kemi total 500 gram. Gjithashtu edhe ora, unë do të përdor 500 gram, sepse më pëlqen që një baklav të ketë pak më shumë ora dhe shtoj vetëm një rand me ora në mes, por orat i bluaj në blender. Tani, pasi kam pushuar për 10 minuta, vazhdojmë që t'i hapim edhe një herë në madhësi të tepsisë. Vazhdojmë tani që pjesët që janë më të mëdha se tepsia t'i prejmë. Por nuk i hidhim edhe këto. Vazhdojmë që t'i shtrojmë pastaj brenda në baklav. Vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë, i hapim që të gjitha petat e baklavas. Dhe tani e kam vendosur edhe petën e tretë dhe jemi në mes tani të baklavas. Tani është momenti kur do t'i shtojmë edhe orat. Dhe si që thash, unë preferoj të shtoj pak më tepër ora dhe i kam bluajtur imet në blender. Vazhdojmë tani me pjesët tjera të brumit, duke i hapur dhe duke i renditur në tepsi në të njëjtën mënyrë. E kështu duket pasi kemi përfunduar dhe kemi holluar tër baklavën, e cila nuk më mori më shumë se 20 minuta për ta holluar. Vazhdojmë tani që t'ja japim formën. Mund t'ja jepni formën të cilën ju dëshironi, por unë kësaj radhe kam vendosur që ta bëj në forma katrore, sepse kështu i përshtatet më shumë tepsisë ku e kam përgatitur. Vazhdojmë tani që ta prejmë një herë në 3 shirit ose lente të barabarta. Vazhdojmë edhe nga ana tjetër, duke ndarë një herë baklavan në formë katrore. Dhe tani secilën e ndajmë në dysh. Dhe tani vazhdojmë edhe një herë duke ja dhënë këtë formën. Po punoj me 2 thika. Njëra është si sharë për ta prerë më mirë, ndërsa kjo tjetra tani për mos t'ia dëmtuar këto pjesët anësore. Gjalpi është shkrirë, por ju lutem për një kujdes. Kur përgatitni baklava, largoni tërë dhaltën që e ka shkruar gjalpi. Pra kjo nuk na nevojitet, duhet ta largojmë, ta kullojmë dhe ta pastrojmë mirë gjalpin.
Tani me gjalpin e pastruar mirë, vazhdojmë që ta lyejmë tër baklavan. Unë në total po përdor 500 gram gjalp për këtë tepsi, e cila është mesatare. Nëse ju e bëni më të madhe tepsin, duhet të dyfishoni të gjitha masat e brumit, ta ndani brumin në 12 kuleç, jo në 6, dhe ta shtoni 1 kg me gjalp. Pasi t'ja shtoni gjalpin në baklavës, e lejoni që të pushoj për 10 deri në 15 minuta, derisa të shihni që i tërë gjalpi është tërhequr nga petat e baklavës. Asnjëherë mos e futni që të pjekjet direkt me gjalpin kështu sipër. Dhe tani që ka pushuar baklavaja me gjalpin diku për 10 minuta, është e gatshme për ta futur në furrë. Ndërkohë, furra është e parangrohur mirë në 220 gradë. Por në momentin që do ta fusim brenda baklavan, do ta ndalim zjarin në 180 gradë. Dhe në temperaturë për 180 gradë do ta pjekim baklavan ashtu për 1 orë. Pastaj e kontrollojmë. Dhe nëse nuk janë pjekur të gjitha petet dhe nuk është thyrë baklavaja sa duhet, atëherë vazhdojmë me pjekim edhe diku për 15 minuta tjera. Por ju lutem, bëni kujdes gjatë pjekjes së baklavas. Ndërkohë që baklava është duke u pjekur, ne vazhdojmë që ta përgatisim shërbetin. Masat për këtë tepsi të baklavas janë 1 kg e 600 gram me sheqer. Unë zakonisht i blej këto paketimet e gatshme me 800 gram, kështu e kam shumë të lehtë, pastaj sepse janë të matura. Vazhdojmë shtojmë sheqerin në një tenxhere të madhe. Shtojmë edhe një paketim tjetër me 800 gram dhe në total futojmë 1 kg e 600 gram me sheqer. Vazhdojmë tani që ta shtojmë ujin. Në të njëjtën sasi, sa kemi shtuar sheqer, në të njëjtën sasi shtojmë edhe ujë, pasi po përgatisim sherbet baklavaje, duhet jetë i rëndë. 1 litër e 600 ml me ujë. Pokalli që unë e kam është 1 litër, tani shtova 1 litër, do të vazhdoj të shtoj edhe 600 ml tjera. Për para se ta vendosim shërbetin në zjerje, është mirë që ta përzijeni pak që sheqeri të tretet te uji dhe mos të karamelizohet gjatë zjerjes. Kështu i mbetet ngjyra më e bukur shërbetit. Dhe tani vazhdojmë dhe vendosim shërbetin që të na zihet. Në zjarr mesatar presim deri në momentin që të merr val. Nga momenti që fillon që të vlon shërbeti, në zjarrin e njëjtë mesatar e zijim fiks për 10 minuta. Baklava është pjekur, është gati dhe unë e pjeka fiks për 1 orë e gjys në 180 gradë. Tani lejojmë që të ftofet tërësisht baklava, edhe shërbeti është zier dhe vazhdojmë pastaj edhe shërbeti. Pasi që të ftofet, ta shtojmë sipër baklavës. Dhe tani sipër baklavas së vakët e shtojmë shërbetin e vakët. Pra që të dyja duhet që t'jenë të vakta. Edhe baklavaja, edhe shërbeti. Dhe gjithçka që duhet të bëjmë tani është që të presim që baklava të pushojnë në shërbet, ta tërheq mirë shërbetin dikon më së paku për 4 orë dhe pastaj është e gatshme edhe për ta shërbyer. Dhe si në çdo fund video recet, edhe në këtë video do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër. Dhe të dashur miq, baklava pasi ka pushuar në shërbet duket kështu. Dhe po e vreni se si janë hapur fletët një nga një, sikur ta kemi holluar këtë baklav një nga një të gjitha petet. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do të ngjelleni të kënaqur nga shija e kësaj baklave. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.